Një aksident I rënd ka ndodhur në orët e vona të sejntes pranë mbikalimit tek ura e Dajlanit në Durrës. 26 vjeçari Arber Xhaxhaj nga Fieri me një makinë BMW X5 ka dalë nga rruga dhe ka rënë nga ura. E si pasojë, pasagjerja në makinë me të, Vikena Greku, 18 vjeçe, po ashtu nga Fieri, ka humbur jetën në vend. Sipas policisë, Arber Xhaxhaj ka qenë I dehur dhe me shpejtësi mbi 100 km/h. I riu duket se ka ngatruar rrugën dhe në vend të merrte korsinë e plazhit ka marrë atë të portit në urën e Dajlanit. Përpasoj, ai ka rënë trafik ndarses duke çarë durën e duke fluturuar 10 metra në ajër derisa u përplas me forcë në një biznes në anën tjetër të rrugës. Siç duket edhe nga pamjet, makina është shkatruar plotësisht, aq sa është dashur ndërhyrja e forcave zjarr fikse për nxjerrjen e 2 të rinjve që ndodheshin brenda automjetit. Ndërkohë, si pasojë e aksidentit u plagosën edhe 2 kalimtar të rastit, të cilët pasi morën ndihmën e nevojshme mjekësore e kanë lënë spitalin. Ndërsa 26 vjeçari tashmë I arrestuar vijon të jetë në spital me plagë të rënda por pa rrezik për jetën. Ai akuzohet për veprat penale, shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor me pasojë vdekjen dhe drejtimi I automjeteve në mënyrë të parregullt.